shumë herë të jesh i krishter duket sikur të përjashton nga çdo problem tjetër që mund të kesh. Por, a e dini se edhe shumë të krishterë përballen me probleme të shëndetit mendor? Për të mësuar më shumë për këtë çështje dhe për rëndësinë e trajtimit të këtyre problemeve, na ndiqni në programin e sotëm. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Është gjithmonë kënaqësi për ne që ju na ndiqni dhe që përfshiheni në programet tona përmes mesazheve tuaja. Unë jam Marta dhe sot kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Dian Sula, drejtuese e Tirana Counseling Center. Përshëndetje Dian dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Arta, faleminderit për ftesën. Bashkë kemi diskutuar edhe në 2 programe të kaluara që kemi bërë dhe kemi parë se sa e rëndësishme është terapia dhe puna që ju bëni si qendër për t'u qëndruar pranë njerëzve përmes këshillimit, përmes terapive të ndryshme. Por sot doja që bashkë të diskutonim për një temë që mendoj që është shumë e rëndësishme. Në kuadrin e temave të shëndetit mendor, ne kemi diskutuar për probleme të ndryshme siç janë ankthi, depresioni, stresi, që janë bërë shumë të pranishme në jetën tonë sot. Por kur vjen puna tek rrethet e krishtera, kemi një lloj, do thosha, paragjykimi në thonjza dhe njeriu shumë herë ndihet i dyzuar midis besimit dhe nevojës për terapi. Dhe doja që pikërisht te këto gjëra të ndaleshim së bashku për të treguar rëndësinë që kanë terapit, apo diagnostikimi, apo këshillimi. Edhe unë të falenderoj që more iniciativën, se në fakt ishte edhe iniciativa jote që ne ta diskutonim këtë temë. Doja të filloja me një pyetje në lidhje me përkufizimin midis jetës frymërore dhe shëndetit mendor. Pra, t'i vëm në paralel këto 2 gjëra. Kjo është një pyetje shumë e mirë. Unë mendoj Arta që kur ne duam të bëjmë ndarje në jetën tonë nga këto gjërat, mund të bëjmë gabim. Unë dhe ti jemi të ndërthyer mish, shpirt, mendje, emocion dhe këto gjëra që kemi kaluar, kujtimet tona, gjëra që jemi, janë pjesët tonë, është thuajse e pamundur, jo e vështirë, por pamundur që të ndaj me thik. Kush është frymërore dhe kush është emocionale për shembull. Por që ekzistojnë të dy, ekzistojnë. Dhe janë pjesët e jetës tonë në mënyrë të përditshme. Ne kemi shpirt dhe kemi emocion, kemi mendje dhe kemi ndjesitë gjithashtu. Shpesh herë dëgjojmë shprehjen, sidomos në rrethet e krishtera, nëse ke besim nuk duhet të ndihesh keq. A është ky një lloj keqkuptimi? Mendon se një besimtar mund të ketë probleme me shëndetin mendor, por njëkohësisht të ketë edhe besim të fortë tek Perëndia? Unë do të përgjigjem dhe shkurt dhe gjatë. Patjetër një besimtar mund të ketë besim të fortë tek Perëndia, e beson gjithë shpirtin, gjithë zemrën atij, edhe prap vuan nga depresionin, ankthin, edhe gjërat akoma më të vështirë, skizofrenia, paranoia. Të jap një krahasim. Mami im pati një ngjarje që krijoi në trupin e saj kancer. Mami është dashur të bëjë një heqje e kancerit me anë kirurgjike dhe patjetër ishte mjekuar për disa kohë dhe është mbikëqyrë për akoma më kohë të gjatë. Ajo është lutër sepse është besimtar shumë e fortë, po prap bëri këto gjërat sepse është e nevojshëm që të kujdesemi për trupin tonë. E njëjti gjë është edhe mendjen tonë, nuk është e thënë që do lutemi dhe do kurohemi nga çdo gjë. Nëse kjo është e vërtet, nuk do shkojmë për të mjekuar veten kur kemi një problem diabetike ose kur kemi nevojë për zemrën tonë. Babi im është hapur krahërori për të operuar zemrën e tij. Është mjekuar dhe për vite me radhë ka mbajtur një dietë shumë të rëndësishëm për të mjekuar veten e tij me ndihmën e mjekut përveç ilaçeve që merr. Të them mos mjekohesh ose mos trajtohesh për anë psikologjike, për mua është një gjë që ne kemi një keqkuptim shumë të madhe nëse i themi këtë. Për mua është shumë e rëndësishëm që
edhe mendja mund të ketë nevojë për mjekim dhe trajtim, siç kur edhe trupi mund të ketë nevojë për mjekim dhe trajtim. Pra mund të themi pa nguruar që problemet me shëndetin mendor janë njësoj si edhe problemet e tjera fizike që ne kemi. Nëse ne themi që nuk është prekur trupi nga mëkati edhe nuk kemi asnjë problem në trupin ton, ne nuk e kuptojmë trupin ton, ose nuk kemi asnjë plakje ndoshta akoma, jemi të rinë akoma. Nëse ne themi që mendja nuk preket nga bota që është e rënë në mëkat, nuk e kemi kuptuar saktë çfarë po ndodh në jetën tonë. A është faji personi që ka këto? Që sëmurët? Jo. Është pjesë e problemit ton njerëzor, po. Jemi të rënë në një botë që ka mëkate dhe ne kemi pasojë në jetën tonë qoftë frymërore, le të themi, por edhe mendore, edhe fizike. Pra për sa kohë jemi në këtë botë, jemi të ekspozuar ndaj çdo gjëje që sulmon edhe trupin edhe mendjen. Në fundit truri është pjesë e trupit, sigurisht që. Truri është pjesë më e bukur e trupit dhe është pjesë më e komplikuar. Akoma nuk e kemi kuptuar thellësitë e aftësitë e një tru të njeriu që Zoti ka krijuar. Por është pjesë e trupit, patjetër, edhe ndikohet po ai truri im nga çfarë do lloj gjëje, si sa edhe zemra ime që mund të kem problem në rrahje të zemrës time. Si mund ta dallojë një krishter nëse po kalon një periudhë të dobësisë frymërore, që ne e dimë që të krishterët kanë sulme të shpeshta në këtë pikë, apo një problem të mirëfill të shëndetit mendor? Për të përgjigjur këtë pyetje mendoj që do të duhet shumë kohë, por duhet të them shkurtimisht, ndoshta unë do thoshe që nëse ti ke dyshim që është një gjë përveç frymërore, mirë është të pyesësh një profesionist e krishter që është psikolog. Sepse në fund ti mund të mendosh që është vetëm sulm, por ndoshta është diagnozë që ke nevojë për një ndihmë jashtë vetes që nuk është vetëm frymërore. Ti ke bërë gjithë luftën frymërore, je lutur, ke kërkuar të tjerë të lutën për ty dhe akoma ke këto le të themi ankthet, depresionin ose ndoshta mendimet të vazhdueshëm që vinë në kokën tënde. Këto janë gjëra që mund të kesh nevojë për ndihmë. Dhe kur ne nuk marrim ndihmën e duhur dhe mendojmë që është vetëm frymërore, ne ngelim mbi pak në atë vështirësitë tona. Nuk dalim dot sepse ne kemi bërë pjesën frymërore. Unë do të thoshe që ka një ndarje për mua personalisht kur është një gjë frymërore nga fizike, ndoshta nëse unë kam një mëkat në jetën time prezent, që vazhdoj të kem edhe vazhdoj të ruaj atë mëkatin në jetën time. A kam mendim mëkatin? Nuk po them këtë gjë, sepse gjithë kemi mendime që vjen herë të mëkatit. Po kam një veprim të vazhdueshëm. Ndoshta është një problem frymërore që unë kam nevojë për ndihmë frymërore. Por nëse kam dyshimet e mia, frikrat e mia, problemet e mia dhe kam bërë pjesën time frymërore, unë mendoj që duhet të kemi kujdes mos i kolapsojmë të dy bashkë, sepse unë mund të mos marr ndihmën e duhur në kohën e duhur, sepse po mendoj që duhet vetëm të lutem, ose duhet vetëm të agjëroj, ose duhet vetëm që njerëz të tjerë të luten për mua. Nga gjithë këto që të lidhje me këtë pyetje, dhe doja që edhe ti inkurajonim të krishterët që ti luten Perëndis që t'u jap urtësi ku të dallojnë ose si ta dallojnë momentin kur kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Po, por jo vetëm. Unë mendoj që nëse ka vazhduar 2, 3, 4 javë, edhe je shumë e munduar, më mirë pyet një profesionist. Sepse një profesionist që është në Krishti duhet të ketë një përgjigje të dëgjoj mirë ty, të kuptoj mirë çfarë po ndodh në jetën tënde dhe pastaj të jap një ndihmë profesionale. A është gjë vetëm frymërore apo ka një gjë tjetër që duhet merremi me këtë pjesën emocionale, mendore? Nuk e di nëse bën sens kjo, por nuk them që vetëm të lutu edhe dallo, se edhe kjo është e mirë, por nëse nuk po dallon dot edhe ka zgjatur 2, 3, 4 javë, më mirë pyet dikë. Merr në telefon, qendrën tonë janë edhe të qendra të tjera që janë të krishterë dhe bëj një takim me dikë që të tregosh pak çfarë po ndodh në jetën tënde. Pra është shumë e rëndësishme që të kontrollojmë apo të mbajmë një lloj ditari, të themi, për kozgjatjen e një problemi që mund të kemi. Jemi rikthyer në studio me Kesha të dashura në programin Shpresë për ty.
Jemi duke folur sot për temën i krishteri dhe shëndeti mendor, dhe me mua në studio është zonja Dian Sula, drejtuese e Tirana Counseling Center. Dian, pyetja me cilën do doja të vazhdoja më poshtë është një pyetje që përfshin në fakt edhe kishën, dhe është si mund të reagoj kisha ndaj dikujt që ka probleme me shëndetin mendor, pa e gjykuar apo pa e izoluar atë person. Edhe do doja të përfshija edhe pak nga eksperienca ime në lidhje me këtë, duke qenë se unë për një kohë gjatë jam përballur me depresionin dhe vazhdoj që të përballem. Ndonjëherë ne kemi në mendjen tonë që të tjerët po na gjykojnë. Kështu që mendoj që kisha duhet ketë një qasje me shumë takt, apo si mendoni ju? Le të themi ndodhin që kemi nevojë për një mbështetje, më smurët fëmijë ime. Edhe ti nga kisha ime vjen edhe ofron ndihmë, çfarë mund të bëj të ndihmoj? Kjo më ngushëllon edhe nëse nuk kam nevojë për ndonjë gjë. Edhe njëri që është në një kohë të zgjatur, le të themi, ose të munduar emocionalisht, ka nevojë për mbështetje. Edhe thjesht të pyesim, ke nevojë për ndonjë gjë, si mund të mbështes? Çfarë shikon në veten tënde në këtë kohë që Zoti është prezent për ty? Si mund të jem unë prezent për ty? Pra ideja është si mund të ndihmojmë dikë që ka një ndihmë, nevojë për ndihmë praktike, mund të ndihmojmë edhe dikë që ka nevojë për mbështetje emocionale. Nuk e di nëse është kjo pyetje jote, por mendoj që çasti jon duhet të jetë vëllazëror me njëri tjetrin, të mbështesim njëri tjetrin si motrat, të pyesim si je, të pijmë kafe bashk, dhe kjo na lehtëson pak atë barrën emocionale, që mos jemi vetëm, sepse vetmia kur jemi zemërthyr, çfarëdo lloj situate të jetë, në bën akoma më dëm. Edhe të jemi për krah me njerëz që na thon të dua shumë, më vjen keq. Kjo është ndihmë për ne. Mendon që është më tepër në mendjen e personit që vuan nga një problem që të tjerët do ta gjykojnë, apo mendon që është realisht problemi i kishës? Unë mendoj që të dy ekzistojnë si mundësi realisht, sepse shpesh herë kur ne jemi në depresion ose në ankth, kemi tendencë të mbi mendojmë gjërat. Edhe mendimet tona jo gjithmonë janë shumë të shëndetshëm në ato momente. Edhe shpesh herë çfarë mendojmë për veten, mendojnë që të tjerët mendojnë për ne, që ndoshta nuk është realiteti, ndoshta ata nuk e kanë menduar fare këtë gjë, por ne mendojmë për veten, mendojnë të gjithë të tjerët mund të mendojnë për ne. Kështu që është mundësia që është vetë brenda personi, dhe është një gjë që është mirë të thuash dikë, nëse ti dyshon që ai personi po të gjykon, është mirë të thuash, ndihem pak e gjykuar në këtë moment. Ndoshta ti nuk e ke synim, por unë ndihem. Edhe personi tjetër ka mundësi të thotë, "Artë të dua shumë, nuk të gjykoj, më vjen keq që ti po vuan." Pra është mirë edhe ti në atë moment të thuash të vërtetën tënde të brendshme. Pra ti je i hapur. Sa më të hapur të jemi me njëri tjetrin, aq më mirë është. Kështu duhet të jemi në Krishtin, të ofrojmë shërim njëri tjetrin. A është e nevojshme apo e domosdoshme që kisha të bashkëpunoj me profesionistë të shëndetit mendor? Dhe kam parasysh që të jenë në të dyja pozicionet, edhe në kish, edhe në qendrën tuaj të këshillimit. Si e mendoni, keni pasur raste? Unë nuk duhet të ndërhyr të kishë që nuk besojnë të kjo pjesë, sepse nuk është detyra ime. Unë e di që disa kishë qëndrojnë pak fort kundër psikologjisë, por personalisht në qendrën tonë jemi nga, mos të numër gabim, po 5 kishë të ndryshme mendoj, dhe të 5 kishë të mbështesin ndihmë psikologjike si ndihmën e duhur. Dhe ne mbështesim kishën. Ne themi që kisha ka rolin e vet për të shëruar njerëzit në Krishtin. Edhe psikologu ka rolin e vet për të ndihmuar njerëzit në Krishtin. Nuk duam të mbivendosim kishën, por edhe kisha nuk do të marrë përsipër gjërat që ndoshta nuk mund të mbaj, sepse janë gjëra shumë të rënda për një udhëheqës i një grup të vogël ose një ndihmës pastor të mbaj një peshë kaq të madhe, kur dikush ka nevojë për një ndihmë pak më i madh se sa mund të japi ai ose ajo. Në fakt, ishte një gjë shumë e bukur kjo që the, dhe unë do doja që të ishte edhe si një lloj thirrje për kishat në kuptimin e përfshirjes së tyre më shumë, duke qenë se janë bërë shumë reale problemet e shëndetit mendor sot, dhe të jetë një përfshirje më e madhe e kishave dhe një bashkëpunim me qendrat e këshillimit të krishtera. Ne kemi shumë bashkëpunime disa kishe, të them drejtën Arte, dhe jam shumë e inkurajuar nga kjo gjëje, sepse shumë kishe kanë shumë për zemër
është si çështje edhe mendojnë shumë për njerëzit që po vuajnë nga gjendje e tyre emocionale ose vuajtje që mund të kenë kaluar në mendimet e tyre. Pyetja tjetër, Dian, që unë kam menduar të diskutojmë është si mund ta gjejë një besimtar paqen e brendshme kur ndjen se besimi nuk mjafton në thonjza, që lidhet edhe me atë pyetjen që unë bëra më parë për shprehjen që dëgjojmë shpesh, nëse ke besim nuk duhet të ndihesh keq. Mendoj që ndër gjërat që ndodhin në shëndetin mendor është që njerëzit ndihen në faj. Edhe faj për mua nuk vjen nga Perëndia. Faj është një përgjigje që mund të kemi edhe nga armikun tonë që do që të ngecemi, të mos lëvizim. Për mua të ndjehemi në faj sepse ka nevojë për ilaç ose ka nevojë për terapi, për mua është taktik e armikun tonë dhe është më mirë të refuzosh atë mendim, sa të kesh mundësi. Dhe të flasësh me terapistin tënd ose me psikiatrin tënd, me doktorin tënd, kam këtë luftë të brendshme në veç aty nëse është e krishterë. Ose të flasësh me dikë që ti beson që të mbështet ty, sepse në fundet dikush që të mbështet dhe të kupton ty, mund të jap ty zemër që ne gjithë kemi nevojë për ndihmë her pas here. Nuk do thotë që nuk je besimtar mjaftueshëm e fortë ose nuk je mjaft i mirë në besim. Edhe nëse nuk jemi mjaft i mirë, Arta, ose unë nuk jam mjaft i mirë, është aty unë mjaft i mirë për ne. Ai vjen tek ne. Ai është ai që na ofron, edhe kur ne nuk mjaftojmë. Kështu që edhe gjithë kemi këto, le të themi, luginat e besimit tonë. Dhe ato luginash ai është shumë pranë nesh. Edhe shpresoj dhe lutem që dëgjuesit ta marrin këtë mesazh që realisht është i fuqishëm. Të ndihesh në atë luginën tënde më të thellë, të ndihesh praninë e Perëndis. Të them këtë gjë vetëm në lidhje me këtë që thesë, ndoshta nuk do futet kjo, por edhe të mos e ndjejmë, po të ndijmë që është. Sepse unë mund të ndjej shumë gjëra që nuk janë të vërtet, po të dim që është prezent për ty. Të marrësh një vendim. Unë e di që Perëndia është me mua, edhe të fokusosh zemrën tënde aty, edhe kur nuk e ndjen. Kjo është ndihmë për ne, sepse jo gjithmonë ndjejmë atë që është e vërtet. Në fakt, më pëlqeu shumë ajo që the Dian në lidhje me fajin. Pra, të ndjerit fajtor është problemi më i madh mendoj që ne kemi. A mund ta theksosh edhe një herë këtë, edhe dëshiroj edhe shpresoj edhe lutem që dëgjuesit tona të marrin mesazhe të forta. Dhe të doja një mesazh shumë të fortë në lidhje me ndjenjën e fajit. Faji për mua është taktik e armikun, edhe ai do që ne të pengohemi dhe të rrëzohemi dhe mos qohemi. Faji është paralizues në fundet. Dhe kur ne jemi në Krishtin, ai ka hequr të gjithë fajet tona. Dhe ai na fal fajet tona. Sikurse edhe ne falem njerëz na kanë për faj. Ideja është ai besnik me fajin ton. Nuk kemi nevojë të mbajmë neve faj më, edhe është e rëndësishme që të mos pranojmë atë ndjesi, të jetojmë në atë ndjesi. Vjen herë, po mos të jetojmë në atë ndjesi. Të thuash, jo, më ka marrë Krishtin fajin. A mund të na thuash një varg biblik apo pasazh apo diçka që të frymëzon ty personalisht dhe dëshiron që të jetë frymëzim edhe për të gjitha ato që na dëgjojnë? Janë shumë që më frymëzojnë. Një që më foli kohës fundit është Psalmi 27:13 që thotë: unë nuk do dëshpërohem, do shpresoj që do të shikoj mirësinë e Perëndis në ditët e jetësimit të gjallë, në këtë botë. Kjo është le të themi përkthimi im sepse e kam në anglisht në mendjen time, po ideja është që edhe kur ne jemi të dëshpëruar, nuk e ndjejmë mirë, nuk e dim ku është Zoti, ne mund të prap hedhim mbi të besimin ton edhe të shpresojmë tek ai. Dhe kjo është çfarë është jetën e besim. Unë nuk i ndjej gjithë ditët të mi mrekulli në zemrën time. Herë kam dyshim, herë kam faj, herë kam frikë, herë kam dëshpërim. Por ai është i mirë dhe ai është me ne. Nuk është unë që duhet të siguroj që ai të vi tek unë. Ai vjen tek unë, edhe ai vjen tek ty, dhe ai vjen tek të gjithë këto që dëgjojnë. Nuk duhet të bëjmë ne diçka, ai ka ardhur tashmë tek ne, edhe ne duhet të vetëm të pranojmë praninë e tij. Faleminderit shumë Den për gjithçka që ndave me ne sot. Në fakt ka shumë gjëra për të diskutuar, saqë asnjëherë nuk mjaftojnë minutat që ne kemi në dispozicion. Por të falenderoj shumë që ishe me ne dhe të falenderoj për
gjërat thelbësore që ndave me dëgjueset tona. Faleminderit ti. Mikesha të dashura, kemi mbritur kështu në fund të programit ton për ditën e sotme. Unë ju inkurajoj që të hidhni një hap besimi dhe nëse vërtet e ndjeni se keni një problem që ka nevojë të trajtohet, qoftë nëse e keni ju vet apo një person që është pranë jush, ne dëshirojmë të ju inkurajojmë që të kontaktoni Tirana Counseling Center. Mund ta gjeni në internet, mund ta gjeni në Facebook dhe Instagram, por gjithashtu ju inkurajojmë që të na dërgoni mesazhet tuaja edhe në adresë të programit ton përmes një letre në adresën TWR-Albania, kutja postare 130 Tiranë, përmes një emaili në twralbania@gmail.com ose në faqet tona në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Bashkë do të dëgjojmë në programin e ardhshëm, deri atëherë, miru dëgjofshim dhe Perëndia ju bekoft. Ndoshët programin Shpresë për ty.